Ekzistenca e Zotit. Në çdo takim të tyre, diskutimet ishin të ndezura, mos pajtimet mes bardhit dhe profesorit Arjan ishin të thella, por gjithmonë të përshkruara nga kultura e debatit dhe respekti reciprok. Ata nuk pajtoheshin për shumë gjëra, por mbi të gjitha, një temë dukej si ndiste flakën e bisedave të tyre, ekzistenca e Zotit. Një pasditë e vjeshte, në një kafene pranë kampusit universitar, dyshja u ulën përballë njëri tjetrit. Aroma e kafes përzihej me freskinë e ajrit që deportonte nga dritaret e hapura, ndërsa dielli i fundit i ditës lëshonte reflektime të arta mbi tavolinat prej druri. Profesor Arjani, me një shprehje të thelluar dhe sy të ngulur mbi filxhanin e tij, e nisi bisedën. Bardh, unë besoj vetëm në atë që mund të provohet shkencërisht. Ti thua se Zoti ekziston, por a ke ndonjë provë të prekshme? Bardhi buzëqeshi lehtë, sikur e kishte pritur pikërisht këtë pyetje. Ai përplasi gishtat lehtë mbi tavolinë, pastaj foli, me një qetësi që mbante brenda vetes një siguri të palëkundër. Profesor, a e besoni që trupi i njeriut është një nga sistemet më të ndërlikuara dhe të avancuara në natyrë? Profesori rrudhi vetullat, pastaj piu një glënk nga filxhani i tij, sikur kërkonte të përthithte edhe më shumë qartësi para se të përgjigjej. Po, padyshim. Trupi ynë ka evoluar për miliona vite për të arritur këtë kompleksitet. Bardhi u mbështet pak përpara, duke i ngulur syt profesorit me një shkëlqim të veçantë në bebëzat e tij. Atëherë, le të shohim një nga këto sisteme. Syrin, si funksionon ai? Profesori vendosi filxhanin me kujdes mbi tavolinë dhe u mendua për një çast. Syri është një organ kompleks, nisi të shpjegonte me tonin e tij të zakonshëm akademik. Ai përbëhet nga kornea, irisi, retina dhe nervi optik. Drita hyn në sy, përqendrohet në retinë dhe nervi optik e dërgon informacionin në tru për ta përpunuar në një imazh. Bardhi buzëqeshi dhe, pa e humbur ritmin e bisedës, pyeti: "Pra, kemi një lente që fokuson dritën, një sistem nervor që e transmeton informacionin dhe një tru që e interpreton atë. A mendoni se një aparat fotografik mund të krijohet vetvetiu pa një inxhinier që e dizajnon?" Profesori u mbështet mbrapa, duke kryqëzuar durt mbi krahëror. Një buzëqeshje e lehtë ironike i përshkoi fytyrën, por më pas u zhduk, po aq shpejt sa kishte ardhur. "Jo, sigurisht që jo", pranoi ai. "Një aparat fotografik kërkon një projektues të zgjuar." Bardhi ngriti vetullat dhe me një zë të butë, por të mpret, tha: "Atëherë, pse mendoni se syri, i cili është shumë më i avancuar se një aparat fotografik, është formuar rastësisht?" Profesori lëvizi lehtë me karrigën e tij, një shqetësim i pashprehur i zuri vend në sytë e tij. Ishte ndjerë më parë në këtë pozitë, por sot ndoshta më shumë se zakonisht. "Evolucioni e ka përmirësuar atë me miliona vite", tha duke u përpjekur ta ruante qetësinë. "Evolucioni shpjegon ndryshimin, jo krijimin nga asgjëja", kundërshtoi Bardhi. "Një sistem kaq kompleks si syri nuk mund të lindë nga rastësia. Ai kërkon një programim të saktë. Dhe e njëjta gjë vlen për veshin. A e dini që veshi ynë mund të kap valë zanore, ti përkthej në sinjale elektrike dhe ti dërgoj trurit për t'i kuptuar?" Profesori heshti. Shikimi i tij u fundos diku në boshllëkun e tavolinës, si të kërkonte një përgjigje mes damarëve të drurit. Ai mori frymthell, duke ndjerë një lloj peshe të padukshme mbi supe. "Po, veshi është një strukturë mrekullueshme", pranoi ai më në fund, me një zë më të ulët. "A ka ndonjë pajisje të ndërtuar nga njeriu që mund të bëjë këtë punë në mënyrë kaq të përsosur?"
Profesori lëvizi kokën lehtë dhe për herë të parë dukej sikur po dyshonte në përgjigjet e tij. Teknologjia jonë nuk është aq e avancuar sa trupi i njerëzit. Bardhi u afrua pak më shumë duke ngushtuar rrethin e debatit me fjalët e tij. Pra, ne pranojmë se një orë ka një orëndreqës. Një kompjuter ka një programues. Por kur shohim sistemin e syrit apo të veshit, i cili është mijëra herë më kompleks, themi se u krijua rastësisht? A nuk është ky një paradoks logjik? Profesori mbeti i heshtur, për herë të parë nuk kishte një kundërpërgjigje të menjëhershme. Fjalët e bardhit i ngjanin një vale të ngadalt, por me forcë përplasej mbi mendimet e tij të ndërtuara ndër vite. Bardhi priti një moment, pastaj shtoi me një zë të butë, por që u ndjesi një jehon në heshtjen e profesorit. Nëse diçka është e dizajnuar, duhet të ketë një dizajnues. Ne e quajmë atë Zot, krijuesin e gjithçkaje. Profesori uli shikimin, dukej sikur po përballej me diçka më të madhe se një debat, një përplasje të brendshme mes bindjeve dhe logjikës që nuk mund ta mohonte dot. Nuk mund ta mohoj që ky është një argument i fuqishëm, pranoi ai më në fund. Një buzëqeshje e zbet, gati e pavullnetshme, i shfaqej në cepin e buzëve. Duhet ta mendoj më gjatë. Bardhi u mbështet mrapa dhe buzëqeshi, ndërsa profesori mbeti në mendime, me shikimin e tretur diku në horizont, si dikush që sapo ka parë diçka të re në një botë që mendonte se e njihte mirë. Profesori mbeti i zhytur në mendime, ndërsa rrezet e fundit të diellit ndriçonin fytyrën e tij të përhumbur. Bardhi mori frymthellë dhe, me një zë të qetë, por të mbushur me një fuqi të pashpjegueshme tha: "A mos vallë u krijuan ata nga asgjëja? Apo janë vetë krijuesit?" Fjalët e tij ranë si një jehon mbi mendjen e profesorit, duke lënë pas një heshtje që nuk ishte më një boshllëk, por një ftesë për të parë botën ndryshe. Drita e fundit e ditës u shua ngadalë, por një dritë tjetër nisi të ndizet brenda shpirtit të profesorit. Një dritë që nuk vinte nga jashtë, por nga thellësia e arsyes, sepse kur njeriu ndalet përballë mrekullisë së syrit, të veshit, të vetdijes, kupton se nuk është thjesht trup, as thjesht rastësi. Kupton se çdo qelizë është një dëshmi, dhe atëherë pyetja nuk është më a ekziston Zoti, por si ka mundur të jetoj pa e pranuar madhështinë e tij.